ajo e tmerrshme fare që Yuri Kim shkon dhe thoshte që Dumani është amerikan, ndërsa Dumani punoi për Edi Ramën dhe nuk ishte kurse si amerikan. Edhe ajo që u bë foto me Blinkenin, para se të ikte Blinkenin, mbani mend që thash gabim që ka bërë Dumani është foto me Blinkenin, ishte që e bërën Dumani, lolën e tyre, e bërën Dumani njeriu që nesër të jetë në shigjetën e çdo të thosha e çdo politikan ose në çdo njeriu që të jetë kundër tip, edhe përveç kësaj të Spaku ka humbur atë besimin që kishte dikur, edhe populli e kupton avash, nuk do ta kuptojmë direkt, por avash që loja e bukur që përdori Fondacioni Soros, Rama, Blinken, Dumani, gjitha kjo ishte një lojë e qëllimtë bashkë me Yuri Kim, që Yuri Kim të ishte në selin e Partisë Demokratike dhe thoshte përbar, dhe në rastin tonë, kompania që ajo nesër është drejtoresh, ose sot është drejtoresh, merr lek miliona nga taksat tona. E kuptoni çfarë? Ja ishte e investuar që të goditet opozita në tërësi dhe Sali Berisha që të arrihet kjo që është arritur aty. Ku është Dumani të na hetoj? Pse ato rrinë aty kote dhe pa dhënë asnjë kontribut? Kush duhet futet në burg? Dhe pse nuk keni bërë një hetim të plotë të thelluar, të kuptoni? A ka pas Spaku ndikim ndërkombëtar të palishëm, siç ishte ambasadori i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të arrestojnë politikanët e Partisë Demokratike dhe të LSI-s? Po apo jo? Unë dua të na përgjigjet zoti Dumani, sepse Dumani mbaron në dhjetor, 3 vite do zgjasi, pastaj bye, ku jemi, ku jesh, ndryshohet pllaka. Preti dy lajme nga Shtetet e Bashkuara. Rama e pret në një anë, Berisha në anën tjetër. Po, të dy këta do presin lajme, por këto duhet keni parasysh diçka që mendoj unë, për shkak se janë edhe politikanë të vjetër, ose prandaj u thash unë, ku janë kundër, ku janë trashëgimtarët e tyre. Edhe një ju ja them këtë të kuptoni diçka. Ata, në momentin kur do t'i kanoset një problem, do bëjnë bashkë. Dhe është taksative që Berisha do të bëjë gomartarën e radhës tek Rama. Si Rama i bërë në 2008. Rama do ta shfrytëzojë në mënyrë dinake kundër Sali Berishës, sepse Rama nuk do lëshoj kurrse si pushtet. Ma e me nga mua këtë gjë, kur nuk do të lëshoj, kur. Të ketë mundësi Rama të shkojë të marrë edhe pushtetin e Zotit, do të zbriti se erdha unë, po të jemi në pushtet, që të jemi horizontal, e kupton. Pra, e gjithë kjo që Rama do përdorë është një dinakri. Berisha do bie viktim. Pse? Se Berisha intereson të marrë 2-3 gjëra të vogla. E mori kaq të bind demokratët që na unë bëra namin, Ramën e rrezuam, e kupton. Po jo, kjo është një mashtrim se Rama kur nuk ta lëshoj pushtetin. Dhe duke qenë Rama se kur nuk ta lëshoj pushtetin, Berisha do bie në krac dhe aty është që Rama do fitoj përsëri në rast se Berisha vazhdojnë ignorancën e vazhdueshme në aspektin politik. Dua të them që uroj që PD-ja të reflektoj, uroj të hapet, por me sa kuptoj është nga gremina në greminë dhe po zgjedhim greminën që mund ta shtrojmë sa më shumë edhe rrugat jetë më e sheshtë në greminë. Por mendimi im që Rama nuk lëshon, pavarësisht se ato të bëjnë një marrëveshje politike për të shkuar në zgjedhje të parakohshme, besoj në maksimumin në 2027, po me kushtin që të shkojmë dhe të bëjmë ndryshime të thelluara kushtetuese dhe jo ndryshime të natyrës sipërfaqësore. Në frymën e kandidatëve të pavarur edhe hapjes së partive, unë uroj që mos ju prishet mendja të kandidoni për si i pavarur se do humbim një avokat. Kështu që të falenderoj për ftesën avokat. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, po unë do të thosha të vërtetën që po pres çfarë do të përgjigjet gjykata kushtetuese, por unë mendoj që është momenti, nuk për të kandiduar, por është momenti që duhet të dalim përpara dhe mos të lejojmë më Sali Berishën dhe Edi Ramën të bëjë një marrëveshje tjetër se do jetë në disfavorin e zhvillimit dhe demokracisë së vendit. Tani, a do të jetë për kandidat për bashkinë, apo do të jetë për deputet, apo do të jetë diçka tjetër,
por duhet të punojmë që Rama dhe Berisha mos bëjnë një 2008 tjetër më të rrezikshëm dhe në dëm të zhvillimit të demokracisë së vendit. Sinjalet ju i dha, shumë për bisedën. Unë pres gjithmonë drejtësinë, pavarësisht se drejtësia duhet të marrë gjithmonë, duhet të marrë vendimare të shpejta edhe të jetë gjithmonë në mbrojtje të kushtetutës. Edhe pastaj do shikojmë në të ardhmen çfarë do bëjmë. Faleminderit shumë avokat. Faleminderit për ftesën.